Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit ka rrëzuar kërkesat e 13 gjyqtarëve dhe prokurorëve që kërkonin në rishikimin e vendimeve të shkarkimit. Mësohet se trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit ka rrëzuar kërkesat e ish-gjyqtares Alma Brati, ish-prokurorit Arben Dollapaj, ish-prokurorit Ardian Ylli, ish-drejtuesit të prokurorisë së Kavajës Artan Madani, ish-gjyqtarit Astrid Façolli, ish-gjyqtares Bernina Kondi, ish-gjyqtarit Bledar Abdullaj, ish-prokurorit Dritan Peka, ish-prokurorit Dritan Reshka, ish-prokurorit Elsion Sadiku, ish-gjyqtares Entela Prifti, ish-prokurorit Gentian Trenova dhe ish-gjyqtarit Kastriot Gramshi. Të 13 këta ish-gjyqtar dhe ish-prokuror kundërshtonin vendimet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit që lanë në fuqi vendimet e KPK-s për shkarkimin e tyre nga detyra apo që i shkarkojnë nga detyra. Kujtojmë se pas vettingut në drejtësi, shumë gjyqtar dhe prokuror janë shkarkuar nga sistemi pasi janë gjetur shkelje të ndryshme gjatë ushtrimit të detyrës për mos justifikim të pasurisë apo për pastërtinë e figurës.